Çdo kërkesë për përjashtim nga mbledhjet duhet të mbështetet në dispozita të qarta ligjore, të cilat në këtë rast mungojnë. Që tregon se ankesa ka efekt suspenziv. Zoti Germendi ka shkruar këtë drejt. Kjo drejt po tentohet ti mohohet. Nuk ka problem, vazhdoni. Unë të mirë të ju e kam shkruar këtë letër që të mos dilni prej ndonjë shkelje të re ligjore. Një për njëherë, e kemi edhe një vendim gjyqësor se nuk ka masë të përkohshme, kështu që duhet të respektojnë njohurinë dhe po ashtu duhet edhe ju të respektojnë njohurinë, duhet të këshillit funksionaj, pavarësisht nuk duhet të respektojmë edhe ish prokurori Besim Kenandi i cili ja ka dorëzuar detyrën. Tash kusht të pyes prokurori Karkonçalaj, dispozita Ka paraqit ankesë të zoti Kenandi në gjykatën supreme. Dhe kjo ankesë a ka efekt suspenziv. Dhe që ta nga qarë, se për mund ka, nëse për ju, për këto ju shqimë për pjopës, juve. Ka, ta kam thonë edhe herë në kalum, në bjenë në kalum e kam thonë arsyën të kësaj. Kështu nuk ka të bëjmë me këtë çështje. Atëherë, Një dhe ju e kërësmës. Po, veç që nuk është. Dhe që çështja po përsëritet që nga takimi i parë dhe tani, unë do t'i adresohem publikut të gjatë lidhur me pretendimet që janë bërë në emailin që posa e lexuar. Pas pranimit të ftesës zyrtare për këtë mbledhje, kam pranuar edhe një email të adresuar kryesuesit të Këshillit, anëtarëve të tij dhe zyrës së prokurorit të shtetit, në të cilin isha i përfshirë si marrës i drejt për drejt. Duke qenë se aty janë ngritur çështje që prekin funksionimin e institucionit, vlerësoj të nevojshme ti paraqes publikisht këto sqarime juridike dhe procedurale. Në një, lidhur me mandatin tim si anëtar ex officio dhe ushtrues detyri kryeprokurorit të shtetit. Vendimi i Këshillit për caktimin tim si ushtrues detyri prodhon efekt të menjëhershëm në përputhje me parimet e së drejtës administrative. Ligji nuk parashikon asnjë formë shtyrje të hyrjes në fuqi të këtyre vendimeve dhe ushtrimi i mandatit tim nuk kushtëzohet në asnjë procedurë ankimore. Pjesëmarrja ime në këtë mbledhje është rrjedhoj e drejt për drejt e dispozitave ligjore dhe vlefshmërisë së vendimit të Këshillit. Në ndër, lidhur me pretendimin për efekt suspenziv sipas nenit 15 të ligjit numër 06 vit 057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Neni 15 i ligjit 06 L vit 057 rregullon ekskluzivisht procedura disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Vendimet e Këshillit për caktimin ose shkarkimin e një UD nuk janë masa disiplinore dhe nuk bie në fushveprimin e këtij ligji. Prandaj, aplikimi i kësaj dispozite për të pezulluar një vendim kolegjial është juridikisht i pambështetur. Vendimi i Këshillit përcakton hyrjen në fuqi me datë 21 nëntor 2025, pa paraparë shtyrje të ekzekutimit dhe pa kushtëzim me procedurë ankimore. Për më tepër, gjykata themelore ka refuzuar kërkesën për masë përkohshme duke konfirmuar se nuk ekziston efekt pezullues i vendimit. 3. Lidhur me kërkesën për mos pjesëmarrjen time në mbledhje, pozita e ushtruesit të detyrës të kryeprokurorit të shtetit përfshin detyrim ligjor për të marrë pjesë në punën e Këshillit në cilësinë e anëtarit ex officio. Çdo kërkesë për përjashtim nga mbledhjet duhet të mbështetet në dispozita të qarta ligjore, të cilat në këtë rast mungojnë. Beton, ndalo debati në këtë pikë tash. Jo komentu lezën time, ju lutem. Jo, i rash, a lexova sakt. Ju lutem. Skori nuk e di, a jemi të referuar ligjit ligj. Edhe unë, edhe ju, edhe prokurori nga zyrë e prokurorit shtetit, zotja Grançavi. Sepse neni 15 është shumë i qartë
dhe mund t'i qaseni kushdo mediat, përfaqësues dërgëmtorë, shoqëria civile, ligji për përgjegjësinë disiplinore. Dhe paragrafi 2 shkruan kështu: ankesa ndaj vendimit të Këshillit ka efekt suspenziv dhe ndalon implementimin e atij vendimi derisa të shqyrtohet ankesa. Ndaj, ju lutem, kemi të bëjmë me një drejtë kushtetuese, të cilën e ka shfrytzuar zoti Kelmeri, i shkarkuar në mënyrë të kundërligjshme. Pak kuam, është zoti Çavëlloj po do me për ligjet, po ligjat e të dhe vendime gjyqësore. Jo. Gjykata tregon është e lehtësishme të legjë. Prandaj, edhe të mirën e ju i kryesues, unë kam ngritë këtë çështje, që të mos hyni në shkelje ligjore, që të mos hyni në shkelje të reja ligjore, po ta respektoni këtë dispozit ligjit që është imperative, e dashur apo nuk e dashur. Pastaj gjykata ka më vonë fjalë. Dhe gjykata sigurisht do të rrejë fjalën e vet, dhe do të tregoj se ai vendim ishte i lehtëshëm në çfarë këmbëneç. Por që gjersat vendos, gjersat trajtore, në mënyrë absolute dhe kategorike, e keni dispozitin ligjore, që tregon se ankesa ka efekt suspenziv. Zoti Gelmendi ka shfrytzuar këtë drejtë. E kjo drejtë po tentohet t'i mohohet. Nuk ka problem, vazhdoni. Unë të mirë të ju e kam shkruar këtë letër që të mos dilni prej ndonjë shkelje të re ligjore që mund të keni pasojë. Jo, vazhdoni si doni ju. Ndërsa para një ditës pastaj kam edhe disa çështje